Policia e shtetit doli në deklaratë lidhur me aksionin e zhvilluar brenda një restoranti në Gjirin e Lalzit ditën e sotme, ku arrestuan 7 persona të shpallur në kërkim ndërkombëtar apo nga SPAK, mes të cilëve Xhevdet Plaku dhe Florenc Meçja. Mësohet se 3 prej të arrestuarve janë persona me rrezikshmëri të lartë, shumica të armatosur. Një pjesë janë kapur në ambientet e një restoranti në Gjirin e Lalzit. Bëhet me dije se janë sekuestruar shumë parash në euro dhe 4 armë zjarri. Të arrestuarit janë Xhevdet Plaku, Florenc Meçja, Voltan Xhani, Jugert Xhani dhe 3 shtetas me iniciale OH, FC dhe AH për mos kallëzim krimi. Plaku, apo siç njihet me Novkën Akili, u arratis nga burgu i Anconas në Itali në janar të këtij viti, u povuante dënimin për trafik droge. Nga verifikimet paraprake, rezultoi se në një tavolinë ishin ulur 7 shtetas, ndërmjet tyre 3 të kërkuar me rrezikshmëri të lartë shoqërore, deklaron policia. Kjo e fundit thekson se gjatë këtij operacioni janë sekuestruar në cilësinë e provës materiale shumë parash në euro, si edhe sende të tjera. Në operacionin e sotëm, për post policisë së Durrësit dhe policisë së shtetit morën pjesë edhe forcat Renea.